hasa din ma mirë të aleanca, sepse ka pas disa zëra që madje edhe aleanca mund t'i bashkuan ndonjë prej subjekteve të mëdha, po ma mirë din beni se unë Xhavet. Nëse veç po flasëm tash sheri por megjithatë unë sot e kam përcjell gjatë tërë ditës lëvizjet e zotit Haradinit dhe kam pas që po i ofron disa njerëz me të cilët ai realisht do me dal vetë, kështu që unë nuk pres shumë ndryshime të mëdha. Ne kam thonë që momentin kur u kthy zoti Hamza dhe zoti Lladrufci nuk po garon pra me ndonjë farë iniciative, unë besoj që PDK e ruan vendin e dytë. Unë prej fillimit e kam thonë, këtë kohën e fundit, kur veç u ditë ndata e zgjedhjeve, që nuk pres ndryshime të mëdha prej nën shkurtit realisht. Bile në garën, për mos me shujt luftën politike, po garën e nxehtë e shon ndërmjet vendit dytë dhe tretë, në qoftë se Nisma shkon me LDK-n, sepse nëse Nisma shkon me LDK-n, deshtëm një pjesë të votuesve të Malisheve se barta nej. Prandaj atu ka me qenë ajo gara se kush po nxa vendin e dytë dhe tretë, taj 20%. Unë nuk shoh asnjë ndryshim të madh realisht në këto zgjedhje krahasimisht me zgjedhjet e nëntë shkurtit. Por zoti Hamza më vonë se si do të dalë vetë vendosje. Zoti Hamza edhe në quj këto janë përpjekje teknike, taktike kuptohet, sepse mundohet, po frym nuk mund sjell, s'ka kohë për me sjell një frym të fitores. Dhe i përmend edhe po i tham Ilaimi sepse jemi edhe Venali, nuk po i tham zoti Zeka, që nuk kanë bërthon ndryshime PDK-ja. U hjek me emli, po komplet struktura ka mbetë e njëjta. Cila strukturë ka mbetë ato e që e ka qu PDK në humnerë realisht. Edhe të LDK-ja paka shumë votues t'i kanë thonë Lumirit, s'mundesh t'i bëj reforma, ti nuk mundesh t'na bëni VVV. Se thoni hun PDK në humnerë, kush? Humnerë, po mënej, ka pe partisë të parë, ka ra nër 20%, humnerë, fjallë ranë, ka këj ndjesë në shashe përdora, po prapë se prapë është pozicioni keq, prej një subjekti që ka u dheq me dekad vendin, ka ra nër 20% ose të 20% pak përmi 20% herën e fundit, është pak për një subjekt politiki cile ka pas një shtrirje të madhe në territorin e Republikës Kosovës. Prandaj është fryma Albin Kurtit, ende njëherë nuk mundën këta fort mjalon shej, por kanë lujt shumë mirë PDK-ja me poteza, me zotin Hamza, se s'kan ai tjetër kanë. Pra, nëse nalëm edhe këshyrë pak analizojmë, zoti Hamza ishte kandidat për kryeministër në shkurt. Madje hop edhe Mitrovica ku ka qeverisaj.